Dëshmitare Dragana Antonijević është paraqitur? Dragana Antonijević. Dragana Antonijević. Nuk ka arritur që të arsyetoj mungesën. Dëshmitare Dragana Antonijević është paraqitur? Svedokinja Dragana Antonijević, da li je prisutna? Dragana Antonijević. Dragana Antonijević. Si duket nuk është paraqitur, nuk isha konfirmim është. Kako izgleda nije prisutna, nisam imao neku potvrdu da neće biti prisutna. Mbas prova që deri me tani ka pranuar gjykata. Na osnovu dokaza koje smo do sada primili mi kao sud. Në mënyrë të rregullt, konkretisht për të dëshmitaren e ka pranuar ftesën baboi i saj Dragoljub Antonijević, i cili në një forme e kalon të hapur mundësinë se do të paraqitet në seancën e sotme gjyqësore, por në rastin e pranimit të ftesës ka deklaruar se njëjta gjendet në Serbi. Po ashtu ka cekur një datë kur do të mund të kthehej. Për këtë dëshmitare, gjykata konsideron se nuk ka arritur që të arsyetoj mungesën. Gjykata ndërkohë do të pret këtë arsyetoj këtë mungesë apo thënieve të besueshme dhe pas kësaj do të marrë vendim I nakon toga ćemo nëse njëjta do shoqërohet rješenje, da li će ista përmes organit policisë apo da li će isto dolaziti do t'i dërgohet ftesa pratnje përsëri. organa policije ili pa ćemo poslati Në za këto kushte nuk do të mund vazhdojmë seancën e sotme. Në seancën e radhës do dëgjohet dëshmitari nga Republika e Maqedonisë, ku përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ka vënë përmes Ministrisë së Drejtësisë ka vënë kontaktin me autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe para datës kur do të lidhemi me gjykatën atje, do të bëjmë një check, po, do të bëjmë një provë, Znači, dhe të jemi të gatshëm për datën 27.